Vazhdojmë se zakonisht rendi ditës është keni parasysh edhe ditë dhe këtë problematika që jetë bon procedurat e ndryshimit lek rendi ditës parasysh teknike pika 2 do kaluar në pikën 3 dhe pika e 3 do të kalojë në pikën 2. Arsyeja është se nuk autoritet pa bone sistemimin e taksave tarifa për pika tjera. Vazhdojmë një lutë qytetarë, dakord në rendin e ditës me këtë ndryshim. Pika 2 do ndrohet në pikën 3 se Qa ka pika 2 e ndrohet se ki prunë të parë. As pikën 3, as pikën 1, kur në shumë se ki prunë të në madera. Pikët e një ditë parë. Njëftimin me Talon që e kam telefon, me këtë në frukë dohan të një zërë. Se ki prunë të materiale, më të një prunë pika. njëftimin e herë koma të Pe njëruar vjetë social dhe ja, qëstarëve dhe se u qëmë të realin, barë në gjithë pika. Tash ndash bani 2, 3, 10, 15, ndash një ashtë të gjirikon, ndash atë meri dhe materialet në fundi aty kohë. mund të vazhdojmë atëherë në miratimin e poziborit të lidhjes së muajit të 3 ditës fillimisht, pastaj në miratimin e poziborit të lidhjes së muajit të kaluar. Kush është dakord për rendin e ditës për këtë ndryshim të madh? Atëherë sekretaria të morë votat me ato Andres, kalojmë në miratimin e poziborit të lidhjes së muajit të dorë të datës 25 nëntor 2025. Edhe një ju ftoj më të dakord me këtë? Kundra, abstinencë ka me ato falëndej. Kalojmë në pika të rrallësisë, do kalojë pas pikës 2 do kalojë pika e 3. Projekt vendim për sistemimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Has për vitin 2020. Zotë Kryetar, ne na kërkuar tash kjo projekt vendim i sistemimit të taksave. As nuk e kena studiu, as nuk dim gjanë se qa është bëma, qa këto. Ala se kena studiu dhe. Nuk dim gjanë. Tash na provoni zotëria, tash na provoni zotëria në zirë. Pandaj, nuk është të drejt, pa e diskutuar, unë për vetëm jam kundër. Pandaj do të sheta, atëherë vazhdo të kërë. Përshëndetje gjithëve, atëherë si fillim e kuptoj shqetësimin tuaj, mirë do ishte kishte pas lojari përpara, por realisht taksat tarifat në Bashkinë Has të vit në thelb janë njësoj. Nuk kemi propozuar ndryshime të mëdha, gjithë ndryshimet do i them, do i diskutojmë hapës hapi. Pavarësisht se ka ndryshuar përmbajtja dhe mund të trejmë nga gjatë të fjalë që janë aty, po thjesht është baza ligjore, sepse thelbi i taksave tarifave është njësoj siç ka qenë dhe vjet. Nuk ka, nuk digjo. Pas në shumë. Shkim gjatë, pa shumë. Vazhdo që ake për... Po. Pasurisht palushme, zë vendi më të madh të taksave tarifat e çdo bashkie, normalisht në Bashkinë Has, dhe unë do diskutoj vetëm ndryshimet dhe pikat nëse duhet patjetër vendimarrja e juaj. Për pjesën e taksës ndërtesës, shkalla e taksës mbi ndërtesat që aplikohet të përqindje është 0.05% për ndërtesat që përdoret për banik, 0.2% për ndërtesat që përdoret për bari ekonomike dhe 30% e shkallës e taksës për kasën dhe sipërfaqen ndërtimore. Atëherë, ftoj mendimin tuaj për sa i përket ndryshimit të shkallës së taksës miratuar. Këshilli Bashkiak mund të miratoj një nëndarje zonale, nënzonale brenda jurisdiksionit për zbatimin e nivelive të shkallës së taksës brenda kufive 30% plus minus. Atëherë, sektori propozon që për Bashkinë Krujë tjetë minus 30% për banim, njësoj dhe për njësit minus 30%, ndërkohë që sa i përket vërimtarive ekonomike për bashkinë mos ketë ndryshime të aplikohet ashtu siç është në bazë të LKM-s, 0.2%, ndërsa për njësit 0.14%, do me thënë të aplikohet minus 30% që sugjeron VKM-ja. Duhet preferoj t'i kaloj pikë për pikë, kështu që jemi dakord apo jo për këtë gjë. Ja, dhe të më nasërur pak. Po. Sepse se në shumë të Po. 30% që çfarë vlerës të objektit, atë 30% çfarë është po? Jo, tani, baza e taksës është çmimi që përcaktohet me VKM, që do e diskutojmë në fazën e 2 që ju duhet të përcaktoni sa është për zonën dhe sa është për në zonën.
është shkalla e taksës, se tash është 0.05%. Do me thënë, çmim sipërfaqe dhe shkallën e taksës. 0.05% që është sipas VKM-s, dhe është në çdo lloj bashkie. Tani mbi të 0.05%. A jemi dakord që ta aplikojmë minus 30%, do me thënë shkalla e taksës për banesa të shkoj 0.035 dhe për biznesin tjetë njësoj për prumën, dërsa për njësit 0.2, për njësit nga 0.2 minus 30%, 0.14%. Sa ka qenë përpara, 0.35? Shkalla e taksës ka qenë 0.05. E do me qëtë 0.35? Po. E marë minimumin. Si që thash, taksa mbi pasurinë e paluajtshme, ndërtesë, truall, tokë butësore, zë peshën më të madhe. Le po Komisioni i Ekonomisë është mbledhur për këto taksë. Nuk kam informacion. Do të shpjegoj për Komisionin e Ekonomisë që ta dimë. Çfarë? Po atë film do na tash atë nuk e pa. Ti do vol mos atë bukur gjë. Atë të ndruar shqiptar pas kalon në kampus të gjë. Në lidhje me tasën. Po asë me kalon tasën. Po të jetë kotimi, ju keni këtë Do të mo profesor, Për taksën e ndërtesës, ishte për shkallën dhe për çmimin, që ju vendosni nëse do jetë minus 30% plus 30%. Dhe për qytetin, ne kemi propozuar si që është në VKM, 24.500 lek. Vitin e kaluar është miratuar 36.000 lek, po ka qenë në kundërshtim me VKM-n. Unë prandaj kam si edhe në qeshor, por s'keni qenë dakord, kështu që se s'mund të ndryshonte në mes të vitit me të drejtë, por që e sjell për ndryshim bazë të VKM-s. Kjo është diçka që e sugjeron VKM-ja, normalisht që mund ta kontestoni, por pragu minimal nga VKM-ja është 24.500. Ky është ndryshimi i vetëm krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që për njësit propozoj minus 35%, 50.900 lek. Çmimi. Thash që baza e taksës çmim me shkallën që e diskutova më herët, herë sipërfaqen që në bazë të informacionit që do ketë për bizneset dhe për familjet. Kjo dhe nuk të përfundoj pjesën e taksës ndërtesës. Votla për metër katror apo jo? Po. Në sa po shumë është një përgëtim shumë detajuar dhe shumë i sëruar. Edhe është në kanë dhe përgëndimin të tina që në kanë arme atë taksë. Në të përgëndimin të parë. Dyta, ne du t'jemi të kujdesshëm sepse ne po merrtojmë taksat të ndorë për qytetarët e bashkisë taksë. Dhe nesër të taksat do të lidhë. Dhe për t'jemi të kujdesshëm çdo taksë, një ka qenë ndërhyrë për një qytetar, çdo taksë do të marrë kohën taksat të ndërtesin, taksat të trullit, e më radhë. Gjitha taksat që kanë detajuar. Ne po flasim për rastin konkret për taksat për ndërtesën. Ishim të në 2015 për vetë shërbërisin të dorë, 1.54. Shkronja të vetë thotë që këshilli të ndosë për taksat të tajën të dorë, reformuar një ligje dhe ligje të tjera që i përcaktojnë në mënyrë të detajuar. Në 2032 ishin ministrët, shtati të 2018 i ndryshuar për përcaktimin e bazës taksës. Këtu ne jemi pranë një fakti që dëmërisht ministrat e ka përcaktuar bazën e taksës. Nuk është ndorën tonë. Ndorën tonë janë dy gjëra si qytetar. E para, meritojnë në ndarje që propozojnë, në ndarje. Dhe e dyta, tek në ndarje kemi drejt të meritojnë i zbritet minus 35%. Kjo është drejtë e nuk është drejtë e në përcaktu se bëhet 0.05% apo 0.2%. Drejta jonë është që meritojnë në ndarje disa gjykojnë, për shkak se ka pas ndryshim dikur ka qenë ka njësi, ta që i bashkis, ose qenës, që i bashkojë të njësi tjera në ashtë të ju, një njësi e madhe. Se të për kësaj, dhe një herë dhe të shakta që dhe referencë 0.05%, 0.2% për biznesin nuk është dorë. Dorë do nështë, i dhe në lojë, ta meratojnë me ndarje, me zonare, apo me ndarje territoriale, dhe të meratojnë që jemi në dakord që tjetë minus baza taksë jetë minus 33% nëse jemi dakord. Mirë.
Falë. Se e ka pru këto dy opcione, 0.2 ose 0.5%. 0.05% për banim, ndërsa 0.2% Për biznes. për shërbime biznesi, për shërbim. Është ligji për taksat. Dhe mbi të dyja, ju mund të miratoni nëse do operoni me uljen dhe me nën zona, siç kemi rekomanduar apo jo. Për ulje jashtë. Nëse ka kusht, Për nën zonat po. Për zonat, për shembull, për nën zonat plas i kinda me zona. Po është njësoj siç ka qenë viti kaluar zona A Bashkia Krum dhe njësitë administrative të fshatit, sa han muaj kishte zona B. Dhe në çfarë do lloj takse që diskutuam tani dhe ne vijim, gjithmonë do jetë parasysh, do kemi parasysh të nëndarje. Nuk mund të aplikojmë vitën taksë tarif si për zonën A, njësoj si për zonën B. Është miratu dhe vjet, nuk kam ndryshuar gjë te kjo. Do i shikojmë hap pas hapi, por Sa ka qenë, shumë taksa. Tani për me sqaru mirë këta, burrat e keq në konektu, qytetarë. po. Një ndërtesë, një person, mashqet, që ban një ndërtesë. Sa i takon me pagu për metra katror bashkisë të ri? Ti është 700 është lekë. E ka 100 metra. Po, për 100 metra katror, kemi do aplikojmë në qoftë se ju miratoni minus 30% nga 0.05%, herë 0.035 norma e taksës. Çmimin që kemi më poshtë, që e ke ishte për ndërtim, për krumën është 24.500 lekë. Për metra katror. Po, Mi pagu bashkisë. po. Baza, në taksa e pasurisë palujshme zë pjesën më të madhe. Aty është 50% dhe gjithë barës tatimore, se po t'i shikojmë tjerat nuk është se kemi marrë gjithmonë minimumin. Dhe këtu kam propozuar minimumin. Përveç se për biznesin, që për qytetin Krum e kam propozuar 0.2% asa që thot VKM-ja. Por që në qëse do jeni dakord për ta ulur? Po pra 30% të 0.2%. Për njësit e kam propozuar minus 30%. Po. Çmimi referencës sot për ndërtimin. Atëre në ka kushte gjatë. Për ndërtimin. Pritet se çmimi më ndryshu, por kjo nuk është pjesë e jona. Ne miratojmë ato që kemi ndërtuar. Po. Dhe çmimi referencës që ka sot. Ka dinë edhe na pyetën dikush sa mund të paguajnë ishte të që ka një 64 metra katror. Sa duhet paguajnë. Duhet të them për kush ka. Ço do të thotë? I zbritet 30%, të themi dhe i zbritet 30% për nën zona. Se për qytetin ishte 4.500. Herë 0.05%, Po. sa e ka thënë në pagu për 100 metra katror. Ka thënë për zhatë e 100 metra katror. Një familje. Pavarësisht, fali minutë. Pavarësisht e kemi paguar për se kemi paguar. Unë kam 100 metra katror me certifikat pronësie. Dhe nesër, drejtoria taksa ka drejt që mësojnë të pagesën. Pavarësisht në kashush, ka drejt që në pagesë. Për 100 metra katror. Sa më ta bërë mund, pakashush. Ja, ta bëjmë llogaritje. Po kjo llogaritje. Atëre, ndëror shëndor, të përmëndërit e çdo banorë, çdo banesë që ka, du të jetë tani këtë përgjithshme, përmëndërit e vetë ke ekonomist, edhe more shpitohet. Pra, së është këtë një më donë për shpitohet. Jo, s'është problem, janë tani. A unë ku të uvaja? Jo, s'u të. Po tjeti dhëtë, ba më lovi në shpitohet. Unë e di që është vërtet në këtë. Paka shumë, për 100 metra katror, me tarifa që janë sot, i takon të 10.000 lekë. Për banesë. Po të vjen vjetë, 10.000 lekë vjetë. Paka shumë. 10.000 vjetë. Ndryshon tarifa nesër, në shkojnë me ta. Biznesit sa? Do të gojë në lushin që janë, lusha. Ka propozu që 30% funet edhe për biznesin private, o për biznesin një përsisht. Mos bëjnë darjet biznesin dhe nga rezervese. 30% për qytetin nga së të pak dhe për qytetin zhumës, shkën dhe 30% edhe për ndërtesat private dhe për biznesin. Për vëzim jemi,
Se para ligji. Se përshikon ligji. Atëherë, tjetër kushtet pratik me shehen, ka kushtet që të lidhur me taksat, para të kemi votim në Janë në shtesë, taksa tjera dhe, taksa drejtësimi, taksa... Taksa e kalojmë me taksën e tokës bujqësore, lutem ne një 6, nëse keni përpara. Nuk ka ndryshime nga viti i kaluar. Kategoria mesatare e tokës bujqësore, siç ka marrë mendimin e personave adekuat që janë këtush, është kjo. Dhe nga 1400 lekë për hektar që është propozuar nga VKM-ja, ka qenë 700 vjetë, ne nuk propozojmë ndryshime, nëse keni një mendim ndryshe, më thoni. Në një 6 nuk ndryshon, taksa tokës bujqësore nuk ndryshon nga vjetë. Është 700 lekë për hektar në vit. Për çdo person. Për çdo njësi ekonomike. Po. Faqe 10 është marrë. Po. 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 Atëherë fjala ka të imazhi, Se takon tabela e preferences. Po janë disa kategori. Se takon tabela e preferences. Është një gjatë. Nga sirikimi ligjit, taksat këndore të civilizë ka pasur që bashkëqësi kanë dhënë 4 grupe, në 4 klasa. Dhe ne futemi tek kategoria 4. Sa i takon policisë tokës, ose pjellurisë tokës, ose fiksisë tokës, i kanë dhënë 10 klasa. 10 klasa. Që dhe thotë, tu vinë nga Ministria e Bujqësisë, nga Drejtëria e Përkatësit, në prasin konkret, nuk e di se cila grupe, se cila klasë, administrojnë. S'mund t'jetë e njëjtë, s'mund t'jetë e njëjtë, si to kanë sahar, një fermer që kanë sahar, sa tokën një fermer që kanë në të promë. Gjithsesi, nëse tokën është e kategorisë parë, unë përëpërën e tabelës, është 14 vite. Po dhe s'kemi tokë kategorisë parë, tu është vizë nga 7 dhe 10. Kështu që është 700 lekë. Por më është ndojë, nëse kemi ndronë në me Apo shikon atë pjesën e bashkisë hasë, në qoftë se kanë bërë gabim, por e di që është propozohet 1400 dhe ka qenë propozuar ndër vite 700 dhe kanë bajtur ndryshe. Gabim, nëse është kategorisë parë, toka, kategoria 7-10 është. Kategoria 7-10 është 700 lekë. Okej. Atëherë është gabimi. Mos është një problem. Jo, nuk është aq 700 dhe nuk ndryshohet. Por ligji thotë tjetër që ta dinë edhe administratorët. Ligji thotë që toka, pronari tokës je, ku ke certifikat policie, ku ke AMTP, ku ke formular 6, ose kur vetë deklarat. Në gjitha rastet, si rregull duhet të nënshosh statik. Unë kam një propozim për tokat bujqësore që ka lënë më shumë se 50 vjet, që shtohet ai nga 14.000 20.000. Po plas një hektar sipër. Për arsye se quhet fermer i madh dhe ka nevojë bashkia për të taksa, tani ose të shpejtësohet. Jo më nuk falë zgjat. Për 1000 hektar E si në demokratik është më ullë tasët, jo më shumë. Deri komunistët të qëtonë, ka lëtë Siç e mi propozë, ha? po. Siç e tha edhe që është në bazë të VKM 700 dhe nuk mund ta rrisi më shumë se aq, është për hektar. Do ngelet e gjatë. Jo. Inshallah rrugullar nuk e merr. Nëse dhe taksa mbi trullin,
është rekomanduar në bazë të VKM-s është 0.14 lek për katror për vit dhe për qëllime biznesi është 12 lek për katror në vit. Nuk propozohen ndryshime nga viti kaluar. Nuk janë planë me zona ato? Jo. Njëlloj si qytetore që... Njësoj. Tani, taksa e pasurisë palujshme është një të taksat më të diskutueshme, edhe sot, aktualisht, jemi në përpjekje për bëni kadastre fiskale, si shtet, dhe besoj do ketë ndryshime, dhe të bëhet regjistrimi i gjithave, por për këtë vit është kështu. 2026 në tudet dhe ketë ndryshime dhe për trullin edhe për tokën bujqësore. Tokat bujqësore, sonat për trullin, dhe për njësi. Aktualisht nuk ka ndryshime, është kështu. Nuk propozohen ndryshime, jo. Në djenin time nuk propozohen ndryshime. Në djenin time nuk propozohen ndryshime si pas në zonave. Dhe të taksa ndërtisës e ka si aksi ligjore. As tokat bujqësore? Jo. Taksa pjetës në hotel, për qëllimin të ligji me hotel kuptohet zyrtarisht që strehim kundrejt pagesës dhe përfshin hotelet, motelet dhe pensionet. Në Bashkia aktualisht realisht nuk ka si taks që paguajnë hotelet. Gjithsesi, paketa fiskale propozon, ne kemi propozuar siç e propozon VKM-ja, 105 lek për natë qëndrimi për person dhe 35 lek për natë qëndrimi për person. Në Bashkinë as nuk është mbledhur ndonjëherë, por çdo bëjmë përpjekje të ndihmë që të ngjesë struktura përkatëse që të mblidhet. Për taksa e ndikimit të infrastrukturë nga ndërtimet e reja neni 9, nuk ka ndryshime nga viti kaluar, por që ne duhet i diskutojmë nëse e mendoni të arsyeshme, i diskutojmë edhe një herë përqindjet. Ku që unë po filloj, për sa i përket nivelit taks në ndikim infrastrukturë për 2026 për leje ndërtimi për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë ndërtime të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, propozohet sipas ligjit 4.8% e çmimit të shitjes. Ne kemi propozuar 6% çmimit të shitjes nga ky prag. Por nëse nuk jeni dakord, mbajmë pragun minimal 4%. Këtu mund të vendosni. Po edhe me provimin e zotërisë. Nuk barazojmë ndikimin, taksën e ndikimit, si për qëllime banimi, si për qëllime biznesi. Për qëllime banimit një dhe 4%, për qëllime biznesit një dhe 6%. Okej. Unë ndim një më shko. Sepse të dhe gjash kur do me dërtu dhe me shrujet mërëna, të dhe gjash kur ki lepo dhe me do të qërë. Bregu. Ka të kalojmë të pika sepse kjo është vetëm një pikë shumë e rëndësishme. Për ndikimin e infrastrukturë është unë kam neni 9, shikoj sipas neni dhe sipërfaqes së tij. Është bukën e bini për vone jashtë, të thotë që të ndohë. Ose ma di ose ma gujt lekë. Taksa mbi kalimin e drejtës pronësis, a mund të vazhdoj me pikën tjetër? Taksa mbi kalimin e drejtës pronësis mbi pasuritë e palujshme. Kjo taks ka si bazë taksë të kalimit drejtës pronësis për pasuritë palujshme nga dera shitjes së tyre. Mblidhet në ndjenimin time nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës se i kalon një përqindje bashkisë, por ne mund të përcaktojmë për sa i përket ndërtesës banimit, sa është për metë katror. Unë kam marrë supozimin sipas VKM-s, për bashkinë has 300 lek metër katror për ndërtesa banimi, për tregti është 300 lek për metër katror, dhe për ndërtesa të tjera 200 lek për metër katror. Siç e thash, vlerë e kësaj takse bëhet nga zyra e regjistrimit të pasurisë palujshme, që në rolin e agentit të taksave përfitojnë 3% të shumës së arkëtuar, kur ti shkush shkon dhe kalon në pronësi. Nëse jeni dakord, kalojmë te pika tjetër, te linja tjetër. Mund kalojmë te tjetra. Taksa e vjetore e viteve të përdorura, bazuar në numrin e viteve të përdorura nga Ministria e Qeverisë Vendore, 25% të ardhurave vjetore nga kjo taksë kalon Bashkisë Has. Për pjesën e taksës rentës lineare është parashikuar për aktualisht nuk kemi aktivitet. Taksa tabelës është 1.13, nuk ka propozuar ndryshime, është siç ka qenë vitin e kaluar.
Jo, Po që ka në vjetë, është e ke në fillim. Kemi nga trupej, ko gjushimit e asaj po. Tabela. Taksa tabelës është sipas VKM-s, sepse parashikon VKM-ja se sa duhet të jenë tabelat në bazë të metër katror. Sipas bashkive, janë disa kategori, edhe unë kam marrë nga VKM-ja. Nuk kam bërë ndryshime, në ndjenjën time kështu ka qenë të vjet, dhe aktualisht ne marrim taksa si bashki vetëm nga tabela identifikuese. Çdo biznes sot pagun vetëm 120 lekë për interes bashkisë has, dhe asnjë taksë tjetër nuk është mbledhur në bazë të reciprocave. Sepse nuk është se kemi pasur strukturën për të pasur secili biznes se sa e ka taksën tabelës, sepse bëhet në bazë të sa metra katror është tabela. Siç u thash, ka qenë 120 lekë, që është mbledhur deri tani, për vitin 2025 kaç ka qenë për gjithë bizneset. Kështu që me taksën tabelës ne mbyllim pjesën e taksave dhe kalojmë te tarifat. To se jeni dakord. Kisha një mendim. Nderuar kryetar, nderuar kolegë shkrimtar, unë pyetje kisha për sektorin e taksave dhe tarifave. Doja të dija sa është realizimi i mbledhjes së këtyre taksave për vitin 2025 dhe a keni një parashikim për 2026 sa do jetë mbledhja realizimi i këtyre taksave? Faleminderit për pyetjen Arminda. Nuk kam një vend sot për ju, por patjetër do ja nis me shpresë nëse të nevojshëm të për ju. Jo, totali si kemi mbyllur detajet. Përafërsisht, sepse domethënë përafërsisht në 2025 në total këto taksa që ne po flasim tani kemi gati një orë që po flasim për tarifat e për taksat për vitin 2026, të mirëtojmë apo jo? 2026 nuk i ka si projekt vendimi, por ky projekt vendim siç thënë vetë në fillim, është bazuar në projekt vendimin e 2025-s. Bazuar në VKM për taksat të cilat edhe në 2025 nuk ka qenë ndryshime, ashtu. gjithsej që u ka bërë ndryshime shumë në tarifa, do të thonë bazuar në projekt vendimin e 2025-s. Po. Më lart ta mbaroj ju mendimin dhe më jep përgjigje. Unë tani po të kërkoj si këshilltare, po të kërkoj sa e ke pasur në total realizimin e mbledhjes së këtyre taksave dhe tarifave. Dhe sa i keti një parashikim se ti si sektor, patjetër që ti do hecësh edhe në një analizë bën se sa ti e ke realizimin e mbledhjes së taksave dhe sa e ke parashikime për 2025. Mua më intereson kjo ta di. Patjetër, ju intereson gjithë dhe mua këtu. Po, se kjo është më kryesorja, se ne i miratorim, nuk është mjaftuese, që patjetër që je duke u bazuar te VKM për kapse, për secilën. Edhe unë të falenderoj për pyetjen, por nuk e kam një përgjigje dhe do ja nis me shpresë ju, kur do të është interesuar ta di se sa kemi mbledhur taksa për këtë vit, sepse se kam si informacion, akoma nuk kemi përfunduar. Nuk e ke prapësisht para shifër, i takimit sot do të shpjetojmë taksat tarifat për 2026. Prapësisht nuk ke asnjë shifër. Jo, nuk kam një shifër. Atëherë si mundesh ti me vazhdu më pyetje? Që i bën të tarifave dhe bazimeve që bën në VKM, ti papa shumë në interes është që taksat të realizohen, të mblidhen. Taksat do të thonë të mblidhen të realizohen gjithëve ne këtu. Po pikërisht pra, sepse normalisht po një total i shifrës së realizimit dhe mbledhjes së këtyre taksave dhe parashikimit për 2026 do ishte mirë që ta kishim parafërsisht faktën, ti parafërsisht më dajë një shifër. Unë nuk e kam si informacion, realisht. Akoma si kemi përmbyllur dhe nuk ditë ta. Tani, moderatorë, nuk mora përgjigje. Në kodën e taksave kisha një propozim. Nuk e shumë e rrë me larë. 80% i paguajtës. Duhet ta dimë edhe ne që po i miratojmë këto, se sa është realizimi, sa është parashikimi. Nuk anas ka detaj për Nuk e di nëse Faleminderit për pyetjen. Tani, kodën e taksave desha një sugjerim ose si më thon ty në informacion. Tu në bashki Thasit ose direkt në qytet, rrugët janë gjitha të bllokuara. Me makina, shumë mirë, mirëqenie thotë kjo, edhe shumë mirë është aty. Është një bashkia, në këtë rast, nuk them që me bu një taks në gjithë teritorin e bashkisë, por duhet me pas një, ose mendoj që të ketë një studim, që në disa vende të vendosen taksat për makina që kanë mundësi t'i paguajnë. Disa tarifa të vogla.
Mirë do ishte të ishim në një vend për parkimin, apo nëse sa për mi tarif. Jo. Shife, edhe besoj se që ke një makinë të bën tani është domosdoshmëri. Mund mos kesh bukë në shtëpi, por një makinë të duhet për të çuar në spital, kështu që Po pra, unë jam më shumë e menduar për një vend parkimi bashkisë. Sistemon në rregull. Kryet ndëror që ta vazhdojmë në diskutime tjera. E mbyllim taksa biznes. Gjallën për momentin e tonë do t'i kryetari bashkisë, do të vetë ato. Sëpër ju falenderoj për pjesëmarrjen këtë mbledhje. Ne do e përmbyllim këtë vit me arritje dhe me ato pjesë që ne nuk mund të kemi realizu. Këtë moment ne po diskutojmë pjesën e taksave. Sigurisht që pjesa taksave është vendimi që Këshilli Bashkiak merr për të realizuar të ardhurat që ne në takojnë si bashki dhe ne në bashkëpunim me zyrën e taksave jemi koordinuar që këto taksa t'i lëjmë minimumin e mundshëm për gjithë banorët e bashkisë has. Jemi bashki me të ardhurat vogla në fund drejten dhe kemi synimin që do i lënë minimum në t'i mbledhim të ardhura në drejturin e bashkisë has. Ne kemi këtë vit me drejt armida pyti. Dhe në këtë moment kemi realizohet të 34 milion lek të reja të ardhura për 2025. Dhe kanë bindje që me këto tarifa dhe taksa që ne kemi parashikuar në miratur, por duke i fut të gjithë me pagu, jo dikush me pagu, dikush mos me pagu, kam bindje që ne do e rrisim të ardhurat të bashkisë, sepse kemi parashiku fill mbrapa dhe në strukturë 2 inspektor terreni për mbledhjen e taksave, që janë domosdoshëm, duke marrë informacione nga drejtuesit e zyrës me letër në dorë, shkojnë informojnë daç biznesin, daç qytetarët që duhet të pagojnë këto taksa, sepse ne me taksa, do thënë, shteti ndërtohet me taksa, bashkia bëhet me taksa. Pra është pjesë tjetër buxhetit që ne kemi transfertën e kushtëzuar dhe pa kushtëzuar. Kështu që kam besim të mirë kuptimi juaj, siç kemi pas mirë kuptimin e juaj në të gjithë këtë curinë bashkërisht në mbledhjet e Këshillit. Kam prapë jam i bindur se do të gjejmë bashkëpunime për përcaktuar ato tarifa që ne edhe të mos i ndëshkojmë banorët me tarifa taksa të mëdha, por edhe të kemi gjithë përfshirje në pagesat e këtyre taksave dhe tarifave. Edhe njëherë për gjithë vitin dhe për gjithë bashkëpunimin deri sa t'ju falenderoj shumë. Pastaj për pjesë tjera, kush ka vrejtje, kush ka, hajde t'i sugjerojmë, t'i diskutojmë, dhe t'i vendosim bashkarisht ka ndikime, sepse këta janë të mirën tonë të përbashkët. Andrej do t'i përdojnë. Tani, mesoj kryetari dhali panoramë taksave, ne si Këshill, në një mbledhje të caktuar, kena marrë vendim për taksat dhe tarifet në pazar, që janë në trajtimin e pazarit. Edhe nuk e di është zbardhë këtë vendim apo nuk është zbardhë. Ka shkut edhe doja financëve e kjo për e? Si vendim. Vendimi i Këshillit ka qenë që nga koha kur është formu pazarin dhe deri tash të gjitha taksat e prapambetura të falen për arsye sepse ata mëzim mjetojnë sot. Kështu që ata do si pagun ata të prapambetrat edhe të të sotit edhe s'ka qyshe mbyllën nga ikin të shtëpia, si pagun as ata as këta.
Dhe kështu që desha më dhani, desha me mani konfirmim këtu nga titullari edhe nga personi që është sekretar. Unë kam shpjegu dhe në takime tjera, është lidhë si lidhë propozimi jote, po është edhe i protokolluar, por nuk është marrë vendim me nuk është tjerë në votim, pasi të gjitha vendimet që i merrni ju, kur bëhet zbardhja e vendimeve, duhet të hedhura me votim. Ka qenë propozimi juti, është i protokolluar, i kemi bë analizën dhe kemi diskutuar dhe me sektorin juridik në lidhje me propozimin e tanë. Nuk ka hapësirë ligjore që dhe kompetencë e këshillit. Tani, sekretar, falë se e shpjegohet do. Tash ti luaj rolin e juristit, valeskot. Di pyetje ta bëna. Të lutem shumë, di pyetje të bëna. E ke qiu vendimin aty ku duhet as e ke qiu kaq? Po ju. Nuk mund të çoj vendime. Zotëri, vendim është marrë me shumicë qytetarësh dhe kim protokollin. Për këtë punë nuk ka problem. Je nuk ka propozim, është marrë vendim. Apo propozimi u kthim në vendim. Dhe është bën me votim. Ne kemi jurista, një jurist dhe më thot, i hedhur nga antarët e këshillit, vetëm nëse kthehet propozimi në vendim, atëherë zbardhet vendimi. Zotin e zërë. Propozimi të votën e propozimit nuk mund të hedhet vendim. Zotin e zërë gjokto. Unë personalisht, si këshilltar i bashkisë tonë, do t'i shkruaj unë për atë çështje të vendimit, të cilën zotëria juaj nuk e ka qenë të vendin ku duhet, do t'i drejtohem organeve kompetente, shtetërore, për këtë çështje. Shkruaje dhe ma pasqyro fjalën pikë për pikë në mbledhjen që vjen art ose ta fotokopiohet tash direkt unë me telefon. Këto fjalë që të them sot. E kena numrin e vendimit, e kena numrin e protokollit, e kena votët që nga po, e kena që duhen këshilltar, ndërsa zotëria jote me lunë her rolin e juristit, her rolin e këtoj të bashkisë, her rolin e këtoj këshillit, edhe gjithë. Ti zotëni, nuk e dija se ti na din pozicionin të sekretar, si sekretar, në që se nuk e ti nuk ma qëmë të bëmë. Ta që në të pyta, nuk i ki qu kaq, me qenë se nuk o dërgu atje, unë do të i drejtuna personalisht, si këshilltar, edhe si qytetar, po si këshilltar, se ne kena më vendim këshillit, që ky vendim, pse nuk është qu tek organet ligjzbatuse ose të organet që i takon kompetente për me marrë. Kaq. Faleminderit zotin Morina. Atëherë, nëse ka kurrë Okej. Si që thash, me rëtum taksat pjesën e tarifave, tarif pastrimi, parkimi, për zonat publike, tarif për dhënien e liçenit të tregun karburante, tarif shërbimit general. Nuk kemi propozuar këtë vit shumë ndryshime nga viti i kaluar, për pjesën e biznesit realisht nuk ishte hapësirë ligjore për të ndryshuar diçka. Nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Për pjesën e familjarëve në qoftë se jemi dakord, propozojmë që për tarifin e pastrimit dhe rregullimit mbeturinave nga 1.000 me zona është ndarë, zona paguan 100%, sa zona bëhet 80%. Gjithashtu, vetëm ta mbaroj të lutem, ndjes, për pjesën e nivelit tarifës, për familjarët në Gjina i përfshirë fshatet Sahan dhe Kishaj, propozojmë 400 lekë, ndërsa për personat që trajtojnë mendime ekonomike 600 lekë. Po? Me lekë, kjo tarifa e ndryqimit, që për qëto bizneset e vetë ka qenë 2.5. Të lutem, a mund të ndalim të kënë kynet, sepse është nejni më poshtë. E diskutojmë pa tjetër. Në truk të tjetër, që këto është faqët në mëjtë, del faqët do mëjtë. Kërkojnë ndjes, po flasim për nejni 14. Për që du në përgjeni, një orë,
A do më thënë kanë propozohet është okej. Edhe për tarifën e gjithë, nuk kam dyshime për vetë për familje 200 lekë. Ka dyshime nga të Po, për familje 200 lekë më shumë. Ka qenë 0, dhe propozoj 200 lekë. Po, vazhdon tjetër. Për tarifën e ndryqimit, po, propozohen ndryshime, ti shikoni përkatësisht për biznesin e vogël nga 2500 3000, për biznesin e madh nga 4500 dhe për institucionet nga 4000 6000 lekë. Kjo, për të rritur. Pa kush në gjohë? Po, çfarë ta bëj me dalin ndërçimit? Se gjë ke? 30 mijë që i Ka bëva. po 3 lajë. Jo, pse ma bën 30? Su ka qenë 25. Okej. Po mua nuk jam dakord. Vazhdo me tjera. Qima, vazhdo me tjera. Jo, ose. Tarifa tjera nuk kanë ndryshime. Vazhdo Që diskutojmë vetëm lehtësirat dhe përjashtimet që kemi propozuar, që patjetër duhet mendimi i gjithë. Atëherë, për lehtësimet dhe përjashtimet e 28, për subjektet e biznesit të vogël gjatë vitit, nga gra, vajza dhe të rinj nën moshën 25 vjeç, përfitojnë ulje të tyrimeve në masë në 30%. Kjo bëhet bazë me paketat që kemi miratuar gjatë vitit 2025 në Bashkinë Has për sa i përket barazisë gjinore, dhe pika e dytë, që është pika e tretë në pjesë në lidhje me emigrantët, kishim një paketë që u miratu në nëntor dhe është bërë në kuadër asaj pakete, të gjithë emigrantët që kthehen nga emigracioni dhe ardhin në bizneset e taksë tarifa vjetore për subjekte biznesit është data 10 qershor dhe pas këtij afati do aplikohen kamadonesa. Kjo ka qenë gjithmonë e parashikuar në ligj, por realisht në Bashkinë Has nuk është aplikuar, po më ngritjen e strukturave do aplikohet në vijim. Ulja në masën 5% për çdo subjekt, por ai dikujton çfarë detyrimet brenda datës 20 prill. Kjo përbuzohet të vit nuk ka qenë. Nëse jeni dakord, e mbyllim këtu paketën fiskale. Vetëm të emigrantët pak atë, që do mësimi se u qytetar të mund personalisht. Po patjetër. Po. Tash këtu lënë hapësirë për interpretim për arsye sepse nëse një emigrant deni lokal, në koordinim lloj si një emigrant që investon në një aktivitet prodhues apo jo. Tani, edhe këtu thash kondesh më po i fal diferencë këtë. Keni të drejtë. Realisht pjesa e migrimit, paketa e migrimit dhe nxitja për gjithë emigrantët janë paketa që po janë diskutuar në 2025 dhe do diskutohen në vijim. Pjesa e strukturës akoma nuk është miratuar mas një bashki edhe ne jemi në proces. Kështu që unë thjesht e kam lënë si hapësirë, por që realisht duhet ngrihet një strukturë, duhet të bëhen verifikime të mirë, këto fondet, këto investime pse po bëhen, a janë realisht në paratë e migrantëve apo është. Do duhet një strukturë tjetër, por ne kishim si qëllim si sektor atim taksa që ta kemi si hapësirë ligjore si lehtësirë. Pastaj gjithë pjesa e kontrollit i takon një sektori tjetër, e përjashton sektorin e taksave. Po, 2026, më vjes se ka qenë lapsus. Kush paguan deri 2026 përfiton 5% ulje. Kjo më shumë për të nxitur e pjesën e pagesës se realisht ka qenë shumë e vështirë. Tremojore në fundit kemi qenë duke bërë koncerte në taksat. Do të shikoj një pazar Ja dhe po të bëj votim, tani ju nuk do të bëj shqiptar. Dy sugjerime të vogla, më shumë Ja do të bëj magistrata. Ta konsideroj më dorë realisht në tarifat normale të